për çështjet konkrete që i ngriti zoti Aliti, po është të fol për kallëzime penale që prapë s'janë për udhëston, s'janë qeverisë tonë. Ka pasur kallëzime për një objekt që është në fund të rrugës 12 qershori, 12 qershori, që ajo me vendim të kuvendit komunës në mandatin 2013-2017 ju ka dhënë një investitori dhe është paraqit kallëzim penal. Edhe çështja në kryetarit ka drejt Aliti që thotë juve ju kursen prokuroria, ndërkohë që nëse Aliti do e bënte do përfundonte punë. Patjetër kam kursej as mua, as askënd, nëse unë jam duke opozuar me ligjin apo me çështje që janë në kundërshtim. O kryetar, pse janë shu lejet me listë ndërtimit burr? Pse nuk është bë harta zonale që 8 vjet? Pse nuk janë respektu planet rregulluese urbane? Koeficienti thotë 2.5, keni dhënë leje me koeficient 6-7. Pse ka ndodhur? A do të më pas dikush përgjegjësi? Pse PZK nuk çu një person i përgjegjshëm në qytetin e Ferizajt ju drejtu organeve dhe u anulu PZK-ja? As mujtet ju si organ, si vet i pari i qytetit me shku me kërku anulimin e PZK-s. Se kur ka dasht e ke deviju kryetar. Pra për spital e ke ndru destinacionin, se PZK-ja është destinim. Flet për destinimin, ndërsa harta zonale e kish përcaktuar etazhitetin, hapësirën, vijën rregulluese, largësitë e gjitha ato. Po sot në Ferizaj ndërtohet objekt në megje të Kojshisë. Domethënë prej derës ti bjen grop që e kanë hap kompanit me listë ndërtimit. Pra tonë që të leje që janë dhënë, tonë këto leje, që kjo ka tragur, që kjo kaos. Por bes kryetari është dashur muni keq, edhe është dashur me dhënë përgjegjësi e mos me dalë me lyp vot më, se që kjo është pasqyra Ferizaj. Kushtrim. Lutem kushtrim. Vetëm pak ju lutem përgjigje, pastaj zonja edhe Aliti kthehemi me ty. Çështja e anulimit të PZK-s ka qenë synimi vazhdueshëm i qeverisë tonë, por ka qenë pamundësi ligjore, sepse me legjislacionin në fuqi nuk ke të drejtë të ndërhysh në PZK 8 vite si plan zhvillimor. A ke pas të drejtë me dhënë 100 leje? A kërkuat sqarime? Qysh ke pas të drejtë me dhënë 100 leje, pra nëse s'ta ka leju plan zhvillimor komunal? Qysh guxove ti me dhënë 100 leje në kundërshtim me atë plan? Qysh? Tregoj qytetarëve, qysh guxove? Po ja ishte duke fol. Po jo, s'po flet për këtë temë, ki po flet për gjëra tjera. Po tani një seri pyetjesh u bën në këtë drejtim edhe dëmonat të jetë qartë. Kur është miratuar plani zhvillimor komunal në shtator të vitit 2017, kur kam qenë deputet i Kuvendit Republikës Kosovës. Partia jote që udhëheq në Ferizaj. Ju lutem zoti Aliti. Ju lutem zoti Aliti. Ju lutem sepse deri më tani e ke patur debatin e shkëlqyeshëm në mënyrë të komunikimit. Njerëzit janë duke parë edhe kritikën, janë duke parë edhe përgjigjet. Besoj që Ferizajësit kanë nevojë ta shohin substancën. Do ta shtojmë edhe për pak minutazh. Vota e kuvendarëve, sikur që është edhe vota e deputetëve të Kuvendit Republikës, është votë i lirë. Por 2013-2017 ne nuk kemi qeverisur. Dhe koha e PZK-s me legjislacionin fuqi është rregulluar për 8 vite. Ne jemi penguar nga Ministria e Planifikimit Hapësinor dhe Mjedisit për të bërë ndërhyrje. Disa prej vendimeve, pra ka një hierarki ligjore. Dhe ato janë miratuar, fjala u bie te spitali, te stadiumi që folëm më herët dhe çështjet e tjera që ne i kemi marrë përmes vendimeve të Kuvendit Komunal. Ne kemi punuar 3 vite në hartimin e hartave zonale. Dhe kur kemi kërkuar dhe kemi dorëzuar dokumentin në Ministrinë e Planifikimit Hapësinor për muaj të tërë, është banuar përgjigjja nga Ministria e Planifikimit Hapësinor. Ja këtu i kam dokumentet unë që ju kemi adresuar disa herë Ministrisë e Planifikimit Hapësinor. Ju kemi kërkuar sërish që të na mundsojnë konsultimet dhe hartimin e hartave zonale. Sërish është banuar dhe në fund ka ardhur verdikti i gjykatës që e ka anuluar gjithë PZK-n dhe kjo është historia e mosbërjes së hartave zonale. Po prandaj në